Pini 3 kafe në ditë, ja se çfarë i ndodh zemrës tuaj. Konsumimi 3 filxhan kafe në ditë zvogëlon rrezikun e sëmundjeve ose sulmeve në zemër, sipas një studimi të kryer së fundmi. Ata të cilët e konsumonin rregullisht kafen kishin 12% më pak shanse për të humbur jetën në moshë të re, sipas The Sun. Rezultatet e studimit treguan se njerëzit të cilët konsumonin deri në 3 filxhan kafe në ditë kishin gjithashtu një zemër më të shëndetshme e cila funksiononte më mirë. Gjithashtu kafja ngadalson edhe procesin e plakjes. Përfitimet të tjera shëndetësore thuhet se përfshin mbrojtjen nga diabeti, sëmundjet e mëlçisë dhe dementja, si edhe djegja e yndyrës në trup. Prandaj, mundohuni që të konsumoni kafe çdo ditë, por jo ta teproni, sepse në të kundërt ka efekte anësore.